Selam aleikum, ne që jetojmë në Belgjik dhe falemi te puna. A mund t'i bashkojmë namazet? Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Kështu na tregon Zoti i Gjithësisë në Kur'an. Dhe ti aty ke puna, 5 minuta që e ke pushim, pra shfrytëzon e fal namazin në kohë. Pra drekën në kohë, ikindin në kohë, ose nëse është aksham yatsi, akshamin në kohë, yatsin në kohë. Pra çdo namaz me e fal në kohë. E nëse dikush pra ka punë, për shembull mjek, që është duke bërë operimin, kjo është çështje pra e rrallë. Dhe nuk është diçka pra në raste të ndryshme, që janë raste të rralla ose raste të vështira, këtu ka lehtësim. Për ndryshe me fal namazin kohë.